ndërkombëtar Future Investment Initiative Europe. Ky takim do të mbledhë ndër investitorët më me ndikim në botë, lider të njohur biznesi dhe kryeështetesh dhe do të mbahet sot dhe nesër në kryeqytetin shqiptar. Për të folur më shumë për këtë summit, kam kolegun Mario Braka. Mario, mirë se erdhe, faleminderit edhe një herë për ta bërë të qartë për gjithë shikuesit, çfarë është summiti ekonomik ndërkombëtar dhe cilat shtete marrin pjesë në të? Është një summit i ngjashëm atë Davosit, për cilin flet gjithë bota kur bëhet takimet, po sigurisht që nuk është aq i vjetër sa ai, që 1971, është një summit i cili lindi në vitin 2017 si një nevojë për të pasur një Evropë më të bashkuar. Dhe Evropa e bashkuar duket sikur u arrit më së shumti në Tiranë, ku kemi përveç se sa boshtit të dy prej shteteve më të forta ekonomikisht Bashkimit Evropian, Gjermanisë dhe Francës, kemi dhe Britaninë e Madhe, e cila donse prej 2016-s doli jashtë Bashkimit Evropian, po synon të rikthehet në një faktor kyç në Union. Gjithashtu kemi dhe Turqinë që po shërben si ula lidhëse mes lindjes dhe perëndimit. Kemi 47 lider të vendeve evropiane, 27 vendet e Unionit, të cilat janë gjitha pjesë, përfaqësuar në nivel kryeministrash apo president. Kemi Kroacinë, Hungarinë, Islandën, Irlandën, Italinë, jemi le të themi në pjesën e pellgut mesdheut, pothuajse të gjitha shtetet, ndërkohë që kemi përfaqësi edhe nga Emiratet e Bashkuara Arabe, përveç se sa drejtuesit, kemi edhe ambasadorin e Emirateve të Bashkuara Arabe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi biznesmenin Muammar al-Abar, presidenti i grupit e Març, që po investon në portin e Durrësit. Pra kemi një numër të konsiderueshëm si të liderëve, prandaj ndonse është një takim i cili zhvillohet në një vend me pritshmëri për të qenë pjesë e Unionit, pra një vend i vogël si Shqipëria, për nga rëndësia dhe për nga pritshmëritë që vetë Shqipëria por e shtetet të tjera kanë, le të themi që është një forum i cili përmbush gjitha kushtet për të qenë një forum ndërkombëtar. Po, përmende shtetet të rëndësishme, shtetet të Unionit, por jo vetëm, edhe disa biznesmen të rëndësishëm, të cilët ne jemi njohur sikurse është Al-Abar. Emrat të tjerë të rëndësishëm, a do jetë Jared Kushner, sepse është përfolur shumë për gjatë këtyre ditëve, nëse do të jetë ëndri i Trump. Emri i tij vazhdon që të jetë në agjendë për ditën e nesërme në orën 9:35 është planifikuar që ai të ketë një fjalë pas le të themi tryezës parë të prezantimeve, ku përshëndetja do të bëhet edhe nga presidenti francez Emmanuel Macron bashkë me bujqësin në këtë rast kryeministrin Edi Rama, kështu që pritet që edhe dhëndri presidentit Donald Trump, ndryshe nga forumi i Miamit, sepse njëjti forum u zhvillua jo më larg se sa muaj shkurt në Miami të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku prezent ishte edhe vetë presidenti amerikan Donald Trump, ndërkohë që kësaj here përfaqësi pritet që të jetë dhëndri i tij, ndërkohë që kemi edhe biznesmen të tjerë apo dhe emra të tjerë të njohur të politikës, Matteo Renzi, ish kryeministër, senator në Itali, por edhe përfaqësues nga Microsoft pritet që të jenë prezent. Takimi le të themi është organizuar në tre tryeza të ndryshme. Është takimi i ditës sotme që përgjithsisht ishte i orientuar tek politika, siguria në Bashkimin Evropian, ndërkohë që dy takimet, dy tryezat më të rëndësishme të ditës së nesërme janë me karakter ekonomik dhe ajo e para është për të rritur ekonomitë e vendeve dhe bashkëpunimin e vendeve, dhe e dyta është thithja e investimeve të huaja që në këtë rast i shërben shumë Shqipërisë. Nesër, tek ato se çfarë do të ndodh nesër, fushat kryesore të diskutimit. Do të flitet për ekonomi konkretisht? Nisin orën 8:30 të mëngjesit summiti, ndërkohë që fjala hapse pritet të jetë për së dyti herë nga kryeministri Edi Rama dhe nga presidenti francez Emmanuel Macron, ndërkohë që vazhdon me pjesëmarrësit e tjerë. Në këtë rast do të jetë një panel diskutimi ku do të jetë Jared Kushner, Muammar al-Abar, do të ketë përfaqësi edhe nga biznesmen shqiptar, zonja Linda Rama gjithashtu do të jetë pjesë e tryezës së diskutimeve në cilësinë e studiueses, por edhe përfaqësuese së organizatave të shoqërisë civile, ndërkohë që kemi edhe emra të tjerë si Jared Kushner, i kryetari Goldman Sachs, Tony Douglas, CEO i Riyadh Air, një prej kompanive më të mëdha të fluturimeve, kështu që ne mund të kemi me çeljen e aeroportit Vlorës, mund të kemi edhe Riyadh Air, një prej kompanive më të mëdha ndërkombëtare, e cila mund të futet në tregun e aviacionit në Shqipëri. Kemi drejtorin kryetarin e ekzekutiv të Heritage Group, një prej grupeve më të mëdha në fushën e financave, Manfredi, që pritet të jetë, po tashmë kam rritur me një charter privat ditën e sotme dhe ditën e nesërme do të jetë pjesë e tryezave që do të zhvillohen, ndërkohë që ka edhe një sër emrash tjerë duke u përmbyllur me zonjën Linda Rama, siç e thamë edhe më herët. Mirë, dakord. I pam emra të rëndësishëm, por pyetja kryesore, Mario, çfarë përfiton Shqipëria?
shumë. Në aspektin ekonomik. Përveç se sa prestigjit që po organizon një forum të niveleve kaq të larta, bëhet fjalë për një samit ndryshe nga samitet e tjera, bëhet fjalë për një samit i cili pritet që të ketë përfitime direkte, pra ndryshe nga ato samite. Cilat janë këto përtej prestigjit atëherë? Përtej samiteve simbolike që ne kemi mësuar që janë kryer edhe në Shqipëri me përjashtim të samitit të procesit Berlinit, ku dhe aty patëm përfitime në kuadër të planit rritjes për Ballkanin Perëndimor, do të kemi përfitime në faktin që Shqipëria do të konsiderohet edhe më shumë si një vend për të investuar. Pra, nëse ne investimet e huaja i kemi pasur nivelin 1.58 miliard euro në vitin 2024, synohet që me organizime të tilla investimet e huaja në 2026 në të shkojnë nivelin e të paktën 4.5 miliard eurove. Për shkak se investitorët huaj të mëdhenj do të vinë në Shqipëri, do të shohin të gjithë le të themi mundësitë që ju jep Shqipëria, por sigurisht që edhe garancia që ju jep në këtë rast qeveria. Pra, me këtë summit, Shqipëria projektohet si një vend i sigurt për të investuar nga investitorë të rëndësishëm. Ka një terren të sigurt, që deri tani ka qenë, le të themi, edhe një problem për investitorët e huaj, pasi nuk ofronte garanci. Po, sa libra të bardhë janë shkruar nga dhomat e tregtisë me qëllim që qeveria të ofronte garanci, po duket sikur më në fund qeveria ka hequr dorë edhe nga ndryshimet e paketave fiskale, le të themi kjo do të jetë një ndër garancitë që do t'ju ofrohet edhe investitorëve të huaj ditën e nesërme që janë në Shqipëri, këto kushte që ju paraqesim sot do të jenë edhe ato kushte të cilat do t'ju ndjekin më vonë gjatë rrugës tuaj të biznesit. Le të themi kjo është formula e re me të cilën qeveria po përpiqet t'ju qaset investitorëve të huaj. Por përfitimet e tjera që Shqipëria synon të ketë është në drejtim të, sepse një prej çështjeve ku do të diskutohet shumë është edhe migracioni dhe Shqipëria vuan veçanërisht nga emigrimi i të rinjve dhe paketa nisma Erasmus+, që është një nismë e Bashkimit Evropian në drejtim të rinjve, pritet që të shtrihet edhe në Shqipëri, jo më le të themi me kuota të përcaktuara, por për të prekur të gjithë studentët shqiptar. Pra, pozitet një formule e cila synon që mos të ketë më largime të përhershme, pra që të rinjt shqiptar të largohen dhe të ndërtojnë jetën e tij diku tjetër, por përmes programit Erasmus të ketë individ të rinj dhe të reja, të cilët kryejnë studimet e tyre në një vend Bashkimit Evropian, por më pas know-how ndjen që marrin atje dhe eksperiencën të vinë dhe ta rikthejnë sërish në Shqipëri. Gjithashtu një ndryshim pritet të ketë në drejtim të Erasmus që nuk do të përfshijë më universitetet vetëm, por edhe shkollat profesionale. Shqipëria do të kërkojë që të bëhet pjesë në fakt edhe një projekti për një arsim të përbashkët me Bashkimin Evropian. Po, Mario, ne lexuam emra të rëndësishëm, CEO të rëndësishme të kompanive ndërkombëtare, mjaft të famshme, mjaft të njohura, por ndonjë prej tyre do të investojë në Shqipëri apo thjesht do vinë, do shohin dhe mund të projektojnë në të ardhmen. Ala Bar është një prej tyre i cili ka nisur që të investojë, por kemi dhe emra të tjerë cilët në fakt ka pasur takime, nuk janë takimet e para që zhvillohen. Kryeministri Rama bashkë me një pjesë të delegacionit sa herë që ka shkuar jashtë është munduar gjithmonë që të organizojë takime të tilla, kështu që ndonjë nga këto emrat mund t'i kemi. Po, do të kemi Heritage Group, pritet që të ketë investime në Shqipëri, tek Piramida, pritet që të ketë investime të konsiderueshme dhe në parqet teknologjike, le të themi në ato zonat ekskluzive që ju jepen kompanive ndërkombëtare, por edhe shqiptare, pritet që të ketë investime të huaja. Pra, qeveria e Shqipërisë edhe me këtë formulën e re, pronat publike që po jep privatit, le të themi po përpiqet pikërisht një panoram do t'ju bëhet edhe këtyre investitorëve të huaj që janë në Shqipëri, përfitoni Shqipëria 1 euro, pra hapësira publike dhe investoni, sepse është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, për ekonominë shqiptare në momentin ku është resurset e brendshme mund të thuhet se kanë mbaruar. Pra, janë vetëm 3 shtyllat ekonomisë ku sot po ndërtohet jeta në Shqipëri, ndërtim real estate dhe turizëm, por nuk janë mjaftueshëm edhe për 4 vitet e ardhshme, prandaj syt janë të huajt. Falenderoj shumë Mario për gjitha dhënat që na dhe lidhur me samitin ndërkombëtar që do të zhvillohet nesër.